Apërizmës. Për të kuptuar realisht humbjen e Partisë Demokratike, po kryesisht të Sali Berishës në këtë zgjedhje, dhe pastaj ato alibite dhe justifikimet për marrëzit e tyre me akuza, me parimin mbrojtja më e mirë sulmi, parim idiotësh, dhe sigurisht me folk bolshevizmin e mosnjohjes kurrë të mungesave, humbjeve. Nuk e di se si mund t'i përcaktoj drejtimet e gabuara, organizimin për tokë dhe me lhan llegun, nuk e di për fushat elektorale, kur të tjerët kishin 1 vjet, socialistët që kishin nisur fushatën, megjithëse ishin pushtet. Bëjnë ato që sigurisht unë duhet trajtoj dhe kush janë humbësit e mëdhej. Dhe duhen filluar sigurisht nga Sali Berisha dhe mënyra e tij e perceptimit partisë si një foshnjë që ai mund ta trajtojë, ta marrë për veshje, ta përkthejë, ta përzër, ta bëjë çaj, pastaj ta sjellë prap si pronë të tij, si një diçka e cila sigurisht është aseti i tij personal. Dhe njëkohësisht keq dashësinë e tij thjesht për demokratët. Në akuzat e sotme ku nuk akuzohet kërkush tjetër, por vetëm ai demokrati aty poshtë që është shitur. Më rrin deri në atë pikë sa nëpërmjet sekretarit përgjithshëm, një nga njerëzit më butaforik, më anormal që ka ajo parti dhe që është Flamur Noka, të akuzohen familje demokratës se shiten si fis për 10.000 euro. Sepse praktikisht nuk po akuzon socialistët që blejnë, ose pushtetin që blejnë, o ata që shiten. Kjo marrëzie e jashtëzakonshme, kjo paftyrësi i ngjan si 2 pika ujë armiqësive që merrte në luftën e klasave, Enver Hoxha duke vrarë për ditë, duke dënuar për ditë, duke shantazhuar për ditë komunistat, ato që ishin në atë kohë. Pra po kthehem edhe një herë fajtorin kryesor Sali Berisha dhe mas ti vjen për diasporën sigurisht një njeri i pamerituar, një njeri që iku e formoi një parti dhe humbi në mënyrë të plot, të qartë, groteske, siç është Josefina Topalli. Një person i cili është i pamerituar aty, është gjithmonë katapultim dhe në hijen e Sali Berishës, sepse duke bërë provën vetëm u pa se sa i vlen pesha politike edhe në qytetin e saj. Imagjino një person i tillë të vendosësh përballë për diasporën, makinerisë së jashtëzakonshme, gjithmonë në punë, gjithmonë e fuqishme, gjithmonë seriozisht, me fushatën elektorale, njëkohësisht edhe seriozisht dhe sinqerisht me elektoratin e vet. Një person i tillë i cili sigurisht ka vetëm prralla filozofike, bile më tepër Barcaleta, ato nuk i tregon bukur, që do të matesh me ato blet punëtore që janë njerëzit e Partisë Socialiste kudo në Gjermani, në Greqi, në Itali. Kujtonte se 2 njerëz që flasin italisht aty në Itali, edhe kujtonte se ky është momenti për të pasur diasporë. Dhe harroj që aty duhet punuar për ditë, duhet di se ku banojnë, çfarë hallësh kanë, ku janë të regjistruar, me kë komunikojnë, kë kanë komshi, kë mund të shfrytëzojnë afër, kë kanë pronar, si mund të ndërhyet për të rregulluar punën. Si mund të ndihmohen edhe nga këtu që atje të nxjidhin disa probleme. Si mund t'i takosh edhe në fundit pish një kafe me to. Josefina kujtonte se bën prralla antikomunizmi dhe marrëzierash. Një njeriu i cili është një komunist, 100.000 karaç, si kryetari i saj partisë, dhe t'ju mbushin mendjen aty në Itali. Sepse sigurisht pesha e Josefinës kudo në Gjermani, në Greqi pothuajse është zero, dhe në Amerikë janë thjesht lobi tashmë i transformuar për keq
një pjesë e shoqatës që janë lidhur direkt me korrupsionin e Sali Berishës. Në këto pika, kjo zonja kujtonte se mund të ballafaqohet me Partinë Socialiste. Fajtoria e dytë. Tash i fillojmë fajtorët me radhë. Në Tiranë, shefi i qarkut, i propagandës, i punës elektorale, i organizimit është Belind Këlliçi, hajdut në FRPD, në hajdut në primarit e tyre, i akuzuar direkt një person i cili ka probleme, sepse nuk deklaron shkollat realisht, që ishte i lidhur shpirtërisht me Partinë Socialiste, pastaj ndar, një person që i ka shkar kama deri tash një 20 herë, sepse sigurisht ka humbur betejë në Tiranë. Që vetë Sali Berisha i thotë është ezmer, dhe që ka për të drejtuar dhe drejton qarkun e Tiranës. Një person si ky, për t'i besuar tiranësit, të vjetër dhe tri, sidomos tri sa ajo shumica, me paqëndrueshmërinë e tij si mendore, ashtu dhe politike. Në Durrës është Bylyk Bashi, ai që thoshte që Partia Socialiste e Edi Rama ka detyruar me dhunë edhe emigracionin, edhe mërgatën tonë të votojnë, sepse ju bëjnë presion prej këtu. Imagjino çfarë derbederit, çfarë mendimit pervers. Atyre jashtë që duan të votojnë, ju bëjnë këta brenda presion, votoni Partinë Socialiste se na heqin nga puna. Sepse si duket gjitha demokratës ishin punë. Ishin punë shtet. Një marrëzie jashtëzakonshme, në filluan ndyrjen, sharjen, pshtymjen edhe përmi emigracionit. Ky Bylyk Bashi i famshëm. I famshëm i Bylyk Bashi. Të mërshëm, të jashtëzakonshëm. Dhe sigurisht që si Belind Këlliçi edhe ky Bylyk Bashi u shemën në dru. Pastaj agron Gjek Marka që punën ja ka bërë Gjingjoni. Po sigurisht Lezhën si qytet e kanë humbur. Sigurisht është Mirdita dhe Laçi, që vazhdojnë të votojnë Sali Berishën, se sigurisht Sali Berisha është në tipin e tyre, ngjajnë, si më thonë normalisht janë karakterial si Berisha. Po jo se është një merit e madhe e Gjek Marka, që sigurisht është hajnë e pache pilaf, më gjithse është ideologi Krishtian Demokracisë në Shqipëri. Në Shkodër Luciano Boçi, shoqër që i pështoi për Elbasanit, s'ka asnjë ndikim në Shkodër, sepse sigurisht ai nuk mund të ndryshonte fatet e Shkodrës. Shkodra ka rritje të Partisë Socialiste dhe shtërkamçat janë mrena për mrena PSD-s edhe PS-s në Shkodër, sepse ndryshe edhe tani është e humbur situata në Shkodër, sepse numrat e PS-s plus PSD-n janë më tepër se sa PD-ja, por ndikimi i Luciano Boçit është zero në Shkodër. Zero fare. Sigurisht ai ishte i edukuar, u tregua i edukuar në Shkodër, sepse po të tregohesh ndryshe do ishte humbje e madhe, por nuk është se ai ka pasur një ndikim të madh. Ai ka pasur mik shumë, Sali Berishën që e ka dërguar të parin në qarkun e Shkodrës. Në Fier Gazmend Bardhi, është humbja spektakolare përpara asaj që Rama i thot shtrig. Imagjino Gazmend Bardhin e ka mundur Zegjineja. Imagjino përballë Ballukës. E ishte vetëm një dembelhane që ka shkaktuar edhe fatkeqësi njerëzore kur ishte dikur drejtues i qarkut të Elbasanit, është njeri që nuk mund të punojë dot, nuk di të organizojë organizatat edhe njëkohësisht i futet në kapilaritet organizimit partisë. Është njeri që bën vetëm tërci, negativ në të gjitha drejtimet, pervers në të gjitha drejtimet, i ndryshueshëm deri sa mos mbëri ta them fjalën, i cili meriton atë humbje, cilët i ka siguruar Partisë Demokratike duke drejtuar qarkun e Fierit, i cili normalisht është ndarë me një fitore spektakolare të Partisë Socialiste. Kë kemi tjetër. Në Kukës, bravo i qoftë Çamur Hoxhës. Në Dibër Xhelan Mziu pa me marrëzira çfarë. U kap 3 herë në gafa të jashtëzakonshme, filloi bullalliqet në mënyrë të jashtëzakonshme. I përgatiste vetë dhe policia arrestonte këtë.
tregoj që është një nga groteskët më të jashtëzakonshëm, ishte edhe kur ka qenë kryetar Bashkia i Kamzës, po këtu bëri mrekullinë e jashtëzakonshme, duke bërë gafa nga të cilat di branda morën vesh se çfarë tipit është një person i cili niset të fusin kurthat e bie brenda kurthit që ka ngritur vetë. Elbasani është i famshmi Alizoti, njeriu që do t'i hante gjallë socialistat. Ka humbje spektakolare, një njeri i tillë, i cili ka vetëm porë, fjalë të kota, përfisin edhe për aristokracinë e tij, që në fakt është aristokraci e jashtëzakonshme. Për një marrëzi të ngulitur fort në kokën e tij, ku i duket vetja një nga njerëzit më të zgjuar të botës, edhe është një nga idiotët demelhane, më të mëdhej që ka prodhuar ndonjëherë politika shqiptare. Dhe që krenohet me gjyshin e tij fashist. Aty e ka krenarinë e madhe. Jemi shumë krenar, sepse ka pasur shef të presidiumit korporativ fashist Shqipërisë. Ka zëvendësuar Koliqin tonë këtu. Por nëse Koliqi ka qenë një shkrimtar brillant, ky s'ishte asgjë fare. Dhe sigurisht prej unë besë edhe mbretin, monarkun, ai duke e respektuar e duke e vendosur, ky duke u bashkuar me fashistët, në pushtimin fashist. Ky ishte Alizoti. Në Korçë Vikasot, sigurisht ka humbjen. Në Berat është Eno Bozdo, që ka humbjen, ka pralla me mbret, fjalë të mëdha, gurit në shtrajc. Në Vlorë, Bujar Leskaj, i cili ka siguruar humbjen më spektakolare ndonjëherë në jetën e tij. Një person i cili sigurisht ka bërë vetëm fjalë, po jo fushat elektorale. S'është mësuar të punojë, se i ka të gjitha të gatshme. Absolutisht ka vetëm pralla me mbret, vetëm teori dhe mohabet e maskosit, po jo punë. Këtë njeri e kanë marrë përpara socialistët aty dhe as ka besuar, dhe as ka punuar dhe as është dukur. Ka ndej që vetë që ka ndej në përgjithësi këta të listës sigurt në Partinë Demokratike. Imagjinoni të si Tritansheun dhe punën e tij të madhe në Gjirokastër, që ka arritur që ato demokratë që kanë tepruar në qarkun e Gjirokastrës, dali ky se këte kishte vendosur Sali Berisha të parin. Çfarë humb, s'ka nevojë për analizë tjetër, këto janë humbsa fantastik, të jashtëzakonshëm. Mi po këta nuk janë humbsa, se këta janë të dytët mas Sali Berishës. Nuk mund të jetë humbsa më të mëdhenj se çfarë është Flamur Noka që ka turpruar gjithë Shqipërinë, me grushtat e marrinat e tij dhe hyrjen në konflikte fizike me të gjithë. Mund të jenë humbsa më të mëdhenj se sa atë Vokshit, e cila s'bën asgjë, gjithmonë është katapultuar nga Sali Berisha, sepse sigurisht ai respekton nga që është mbesa e bie Vokshës. Një Vokshi është plaka gruaja më e dashuruar nga Enver Hoxha në luftën nacional shërimtare dhe themelimin e partisë. Të tillë individ jo vetëm janë humbsa, po turprojnë historinë e politikës shqiptare, historinë e demokracisë. Turprojnë themelet e një pluralizmi të cilin këta nuk e njohin, një demokraci e cilin këta e refuzojnë, qytetrimin që këta e refuzojnë. Janë humbsa të pa shpresë se ndonjë ditë mundet të bëjnë alternativë politike. Dhe rreth e përqarë këtyre pastaj janë majmunët, Planet Monkey, i një militantizmi të shëmtuar politik, krijesë specifike e Sali Berishës. Dakord miqtë e mi, janë një analizë e vogël, e shkurt, e humbsave në Partinë Demokratike. Ka shumë emra të tjerë, ka viktima, është ajo bjondja e famshme që i thoshte dikur si ruse Erion Braçe, që humbi në Sarandë në mënyrë, sepse Sarandiotët nuk mund të votonin, shkatroi Partinë Demokratike atje, edhe normalisht që edhe shumë të tjerë, të cilët i siguruan jo thjesht humbjen Partisë Demokratike, por në një farë mënyrë edhe fitore, madhështore, jo vetes,
po Partisë Socialiste. Fitore të merituar, sepse sigurisht kjo është një ndeshje, ballafaqohesh me një forcë politike tjetër. Dhe këto dy forca politike këtë disnivel të jashtëzakonshëm kishin. Bile është modeli i zgjedhjeve që shkatron ata të vegjël që duan të marrin veten dhe premion të dytin, i cili ka të pamerituara dhe ato 50 mandate deputeti. Kështu mi themi, kjo është Partia Demokratike, këta janë humsat dhe këtu fillon analiza. Po, ju garantoj që as kërkush nuk ka për ta filluar këtu.